Se në çfarë gjendje ndodhet Maqedonia dhe qytetarët e saj, këtë më së miri e dëshmojnë statistikat për përdorimin e medikamenteve, gjithësisht barnave. Kësaj 12% e popullatës në Maqedoni për çdo ditë merr qetësues diazepam, 10% e tyre përdorin barna për uljen e shtypjes së gjakut, kurse 5% barna kundër diabetit. Këto të dhëna i publikoi Fondi për Sigurim Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë. Nga statistikat e lartë përmendura konstatohet se të tre sëmundjet për të cilat përdoret një numër i madh i barnave janë sëmundje që si indikatore kanë stresin, si njëri ndër shkaktarët më modern të sëmundjeve të ndryshme, jo vetëm tek ne, por në të gjithë vendet e botës. Mjekët thonë se në të kaluarën përdorimi i qetësuesve ka qenë më i lartë dhe qytetarët i përdorin me qëllim që të shmangin realitetin jetësor. Është e vërtet se numri i pacientëve të cilët lipin dhe kërkojnë apo janë të nështruar të marrin barna qetësues është numri i madh. Unë referoj dhënat që thatë edhe ju nga Fondi për Mbrojtje Shëndetësore dhe mund t'ju them se ato numrat tash janë edhe pak më të ulët, fatmirësisht do thotë ka rënë numri i këtyre përdoruesve të cilët përdorin qetësues të grupeve të ndryshme të cilët i kemi ne në barnatoret tonë dhe që rimbursohen nga Fondi për Mbrojtje Shëndetësore. Ajo është si jo pasoj, po fatmirësisht nga ajo që tash janë nën kontroll gjithë barnatoret dhe mjekët që mos përshkruhen pa nevojë këta qetësues dhe tani në barnatore nuk mund ato të merren pa recetë, qoftë me recetë të rimbursuar nga fondi apo qoftë edhe me recetën e ngjyrë roze që e kemi ne, do të thotë pa përshkrimin e mjekut asesi nuk mund të merren nëpër barnatore këto barna dhe ju statistikën që thatë sigurisht e keni ndëgjuar apo e keni marrë nga Fondi për Mbrojtje Shëndetësore ku aty thuhet qartë se Tetova dhe regioni Pollogut apo Maqedonia Vere Perëndimore është një numër më ulët se sa pjesët tjera të Maqedonisë ku edhe më tepër përdoren këta qetësues. Pse përdoren qetësuesit, do thotë njerëzit, një numër i madh i njerëzve që të hikin nga realiteti, nga ajo përditshmëria që e kemi ne e jetës, futen avanturave të marrjes së qetësuesve që më lehtë i kalojnë përditshmërinë, ato problemet ditore që i kemi ne gjithë si individ. Fondi për Sigurim Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë në raportin e saj vjetor thekson se gjatë vitit 2016 është rritur konsumi i barnave me recetë si rezultat i rritjes së numrit të barnatorëve, rritjes së buxhetit për barna dhe efektet pozitive të ndërmarra nga ky fond. Gjatë vitit 2016 janë harxhuar 2 miliardë 600 milion denar për barnat e konsumuara me receta nga ana e qytetarëve të Maqedonisë. Këtë vit këtij buxheti do të shtohen edhe 200 milion denar të tjera, thuhet në raport. Sipas të dhënave, më shumë barna janë përdorur për sistemin kardiovaskular, sistemin e frymëmarrjes dhe barnat që kanë efekt në sistemin nervor. Vetëm për barnat e sistemit nervor janë harxhuar rreth 400 milion denar. Dhe ajo që është shumë simptomatike, këto barna në Maqedoni kanë përdorur rreth 415.000 qytetarë të siguruar. Sipas të dhënave të Fondit për Sigurim Shëndetësor, numri i personave të varur nga barnat të sistemit nervor është vazhdimisht në rritje e sipër dhe nga kjo konstatohet se situata e rënduar politike dhe varfërimi i qytetarëve të Maqedonisë si duket ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në shtimin e kërkesave për këto lloje të barnave. Faktet dhe statistikat e lartë përmendura janë alarmante për një studim shkencor dhe medicinal për situatën e krijuar në vend.